Po duket që ky pacient që pas ka pasur infarkt akut që kanë nxjerrë. Albin. Pacient shumë mirë om, Sot jemi këtu bashkë me juve për një përurim të një transformimi tjetër në sistemin tonë shëndetësor në klinikën e kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ky investim prek drejt për drejt jetën dhe shëndetin e qytetarëve tonë dhe lehtëson trajtimin e pacientëve. Ne shprehim mirënjohje të thellë, falënderim të veçantë për qeverinë dhe popullin e Luksemburgut për mbështetjen e vazhdueshme ndaj sistemit shëndetësor dhe vendit tonë në përgjithësi. Këtë kushte optimale për pacientët, duke shtuar numrin e atyre që diagnostikohen dhe trajtohen në këtë klinik, duke përmirësuar kushtet e trajtimit në këtë klinik, e mbi të gjitha duke përmirësuar edhe kushtet e mjekëve, infermierëve dhe stafit mbështetës, të cilët pa pushim japin shërbime çdo orë të çdo dite për 365 ditë pacientëve dhe qytetarëve tonë. Faleminderit e urime xhelal. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri, shtet që nuk qëndron neutral kur dëmtohet natyra e mjedisit. Ky është parimi që të udhëhiqemi si qeveri, të cilën dëshirojmë ta promovojmë sot në ditën botërore të tokës. Mandatin e kaluar kemi vendosur themelet për ndryshim, ndërka që në fillim të këtij mandati të ri ka një vrull të shtuar për punë të mira. Në udhëheqjen e qeverisë së kryeministrit Kurti, ne po ndërtojmë një qasje të re ndaj mjedisit. Një qasje që nuk e sheh natyrën si burim për të shfrytzuar nga disa, por si pasuri e përbashkët që duhet menaxhuar me kujdes, përgjegjësi dhe vizion afatgjatë. Garda do të na ndihmojë në monitorim, parandalim të krimeve mjedisore dhe për edukim qytetar. Si Ministria e Punëve të Brendshme do të jemi në mbështetje të plotë të gjithë juve, me qëllimin e qartë që asnjë shkelje të mos mbetet pa u trajtuar dhe asnjë abuzim në raport me mjedisin dhe atë që na rrethon mos mbetet pa përgjegjësi.